Mirë dita, paqe vëllezër, motra, kudo që t'jeni. Zotit ju bekoj dhe sot, ja ku jemi prapë bashkë me këto takimet e radhës, si që dini më tashmë, me çdo të martë të 8, dalim tu. Kjo faqe e bekuar për lavdit e Jezu Krishtit, është e bekuar sepse vetë emri i Jezus është i bekuar edhe na beko dhe ne. Halleluja. E lavdi Zotit, shpresoj t'jeni mirë. Të rregullohet kjo, tani besoj që është si më mirë. Okej, pra sot flasim për një temë të re. Titullova Restaurimi i kishës. Edhe do të shikojmë sot pse titullova kështu. Edhe lavdi e shko Perëndis, si gjithmonë që na jep mundësinë një herë rradh parë që t'jemi këtu, që të ndajmë të fjalë pavarësisht situatave, rrethanave normale, jemi njerëz, për lavdi Zotit që Perëndia e mundson, na jep mundësinë edhe hiri e tij të mrekullueshëm. Edhe ja ku jemi pra, fillojmë të temën e re sot, edhe bëjmë një lutje si gjithmonë, që Fryma e Shenjtë na udhëheqi, që të jetë ajo që të flasi, ai më mirë se ajo, se nga që mbaron me fryma nga herë e bëjmë sikur është femërore, por nuk është femërore, sepse siç e dim fryma s'është as mashkull as femër, është vetë krijuesi, është Perëndi. Prandaj kur Jezusi e quan ai do t'ju bindë. Kështu që edhe unë tham për frymën, ai të vi, na udhëheqit, na vajosi e të flas fryma me anë të nesh. Aleluja, okej, bëjmë lutje. A Perëndi i plot fuqishëm i Izraelit, ti o Zot që unë bifron, ti që je mbi gjithçka, ti që je sovran, ti që je denj, kush është si ty o Perëndi, ti je krijuesi. Ti që i mban akoma sot gjithë gjërat me fjalën e fuqisë tënde. Zoti Jezus, emër mbi çdo emër. Të falenderojmë o atë, o Perëndi i qiellit tokës. Të falenderojmë o Perëndi për mundësinë që më dhe sot, për gjithçka, për mundësinë sepse pavarësisht o Zot rrethanave, situatave, prap ti o Zot i madh, je kaq i mrekullueshëm, na merr përdore, edhe na jep këtë forcë, na jep këtë mundësi, ne t'jemi mirënjohës për gjithçka, japim se ardhen të Frymës së Shenjtë, që të na udhëheqin në këtë takim, atë në emër të Krishtit Jezus, bo Zot i madh që vajose jote të zbresë, jo vetëm mbi mua Zot, po mbi gjithë vëllezërit e motrat që po shikojnë o Perëndi. Derisa kjo fjalë o Perëndi, që ka kaq fuqi o Perëndi, që është një fjalë krijuese, është një fjalë o Zot që shkatron mbi gjithë veprën e djallit, edhe pse vepra e djallit është shkatruar me gjakun e Krishtit, po akoma sot kjo fjalë o Perëndi bën që të na mbrojë o Zot i madh, të na ndërtoj, të na ushqej, na rrisi, kaq fuqi ka fjala jote. Të falenderojmë o Perëndi. Shoqëroja o Perëndi si gjithmonë, me shenja, me mrekulli, me çuditëra, fjalën tënde. Po, Fryma e Shenjtë, flit ti me anë të meje. Fryma e Shenjtë preki dhe bekoj gjithë vëllezërit e motrat kudo që t'jenë. Po, Zot i madh, bëj që kjo fryma jote, bëj që ky person i mrekullueshëm, ky Perëndi që ne e duam o Zot i madh, të na mbuloj sot. Të flasësh ti Fryma e Shenjtë, kam nevojë. Kam nevojë me këtë mesazh që t'jesh ti që të flasësh. Dhe të falenderoj që si gjithmonë i fol, edhe do flasësh edhe sot. Ti nuk të zgënjen. Kushdo që thret emrin e Jezusit nuk përbrohet, sepse ai është emër i gjallë, emër mbi çdo emër. Zotit dhe i Perëndisë tonë. Të falenderojmë atë në emër të Krishtit, bekoje këtë takim o Zot. Në emër të Krishtit që bekuj qoftë gjithjet në vet. Amen. 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 Okej, fillojmë të temën e re. Si gjithmonë, unë tani kërkoj që t'i bëj pak të shkurtra, po besoj që ke gjysore, 20 minuta janë mesazhe që ke gjysore që besoj do jeshte akoma më mirë, sepse më gjatë shkosh edhe bëhet ndoshta edhe më lodhshme për t'i kë, edhe pse këto janë video, mund t'i dëgjosh prapë, mund t'i kthesh, po
ashtu si që bëjnë gjithë videot, pra, nga 20 minuta, 30 minuta, shpresojmë, tani hajde, fryma shenjtë e di, të flasi, ne ecim përpara, sot është pjesa parë, tejtën do ta përfundojmë, besoj, kështu që besoj se po, nuk e dim se si shkojnë gjërat. Okej, atëherë, siç po dëgjojmë, siç po shikojmë janë rreth parë, përjetojmë me të vërtet ato kohërat që kanë folë profetat, ato kohërat që ka folë vetë Bibla, ato kohërat që ka folë Perëndia, pra jemi në kohët e fundit, pra jemi një kohë që po shikojmë e po dëgjojmë shumë gjëra që kur më përpara i kemi dëgjuar. Madje po flasim, siç e dim tani, po flasim për UFO, fantazmi, vëgime, ëndra, gjërat mbi natyrshme, për engjit, gjithashtu. Me fjalë tjera, me pak fjalë, gjërat frymore po dalin në dritë sot si kur më parë. Përfshirë dhe ato që do lexoni edhe ke libri im, kur vi dita, se dita po afrohet edhe kështu që të gjithë po e presim, edhe do shikojmë edhe aty ëndra, vizione, mrekulli që janë shkruajtur ke libër, kështu që prandaj përfshi edhe këtë, pse jo, nuk mund ta largoj edhe këtë. Pra, shikojmë në botë, me pak fjalë, në botë sot ka një uri të madhe frymore. Njerëzit që kërkojnë të dinë, njerëzit janë në kërkim të vërtetës, janë në kërkim të Zotit të qiellit, të Zotit vërtet, dhe po kërkojnë madje, siç e dinë, dhe përgjigje të gjithë asaj që po ndodh. Pse? Ku është Zoti? Ku është Perëndia? Nëse ka Perëndi, nuk po ndodhin këto gjëra. Siç e dinë, pra nga një anë shikojmë lajme të mira, nga ana tjetër akuzime, gjëra e gjykime, para gjykime. Po bën shumë, madje po shikojmë nga herë kështu dhe po dëgjojmë më shumë edhe për këto programet psiqike, ku të gjithë to janë programe, nuk po them ndoshta gjithë, por shumica jam e sigurt që këto lloj programesh janë të djallëzuar, edhe pse kanë të bëjnë me engjit ndoshta, të tjerë në të vërteta, ndoshta mund të ketë edhe një të vërtetë mes. Flasim për diçka të vërteta të krishterë. Por pjesa më e madhe e këtyre programeve është e djallëzuar, sepse nuk bazohen tek e vërteta biblike. Hecin me hamendësime, hecin me teoritë e tyre, hecin me idetë e tyre, hecin me ëndra që nuk di nga vinë. Djalli është shumë dinak. Djalli lëviz në mënyrë të tmerrshme, aq sa ndoshta edhe mund ta bojnë një shenjë. Po gjithë çelësi, ajo që ne jemi thirrë, është që të qëndrojmë me këmbë për tokë tek fjala e Perëndis. Nuk na intereson se vjen dikush e thotë që kam pa këtë, kam pa atë, u shuru ky, u shuroje. Nuk më intereson, është biblike e mora. Nuk është, nuk më intereson. Mjaft me hamendësime, me të që mendojnë njerëzit, me të që ëndërrojnë njerëzit, nuk na intereson. Kështu që madje gjithë dim atë që ndodhi me Hollywoodin, fillon të marrën xhiro Zotit. Mirë, tha Zoti, Kështu që edhe dim se si i përsloj gjithë atje, i boni edhe shtëpiat e tyre luksoze, i boni në shku me hi. Pra, pse? Sepse janë shumë filma të aktorëve të Hollywoodit, marrin atë që është e rrem, edhe duan ta transformojnë me zor, me këto filmat, me këto gjëra kaq të bukura, kaq të tërheqëse, këto të rremet, këto të fallsot i marrin dhe i transformojnë në të vërteta. Duhet i bëjnë të vërteta me zor. Por ka shumë nga ana tjetër, dhe kjo është ajo që duhet kemi edhe kujdes, ka shumë madje dhe predikatorë ndoshta, por jam i sigurt që predikojnë ose të krishterë, më themi, po më thojza, që marrin tani atë që është të vërtetë në Bibël për ta bërë të rrem. Shikon çfarë po bën? Hollywoodi merr atë që është e rrem e transformon në vërtet. Shumë vetë që quajnë veten krishterë, i marrin ato që janë të vërteta, i transformojnë në gënjeshtra. Ecin me idetë e tyre. Edhe është diçka që po ndodh sot. Tani me TikTokun, çdo njeri që është i lirë, bën lloj video, lloj mesazhe, njerëzit i shohin edhe binden madje njerëzit. Sepse po janë ekspertë tani në mënyrën se si i modifikojnë këto gjërat, edhe me anë të shenjash
Ose ndoshta mund të jenë edhe të djallit, do kemi kujdes. Do kemi kujdes, lavdi Zotit që ne kemi fjalën e Perëndis. Edhe gjithë e kemi në përdorur. Dhe kjo është ajo që na mregullon, sepse kemi ku të bazohemi. Dhe është ky motivi pse bota sot po i kthen krahët Perëndis. Sepse djalli po manipulon. E planifikon, po manipulon dhe po planifikon mirë kundër vullnetit Perëndis. Por detyra jonë, si krishterë vërtet, si besimtar të Krishtit, është pikërisht që ne të shpallim Jezusin. Sepse Jezusi është përgjigja e çdo të vërtete. Nuk ka përgjigje tjetër jashtë Jezusit. Ja pse ne do të rrim aty. Ai është ulla, ai është jeta, por ai është dhe e vërteta. Edhe jashtë kësaj të vërtete, jashtë kësaj fjale që ai fjala erdhi u bë mish. Se shumë e dëgjoj shumë në për këto TikTok-ët tani kanë dalë këto sulmon krishterët me muslimanët edhe me kuptime që du të kapën, du të ngecën për diçka. Po mirë, kjo fjala erdhi u bë mish, atëherë Perëndia ngeli pa fjalë. Jo, kuptimi i vërtet i fjalës që erdhi u bë mish, është kjo fuqi krijuese, është kjo e vërtet që erdhi dhe na foli si njeri, erdhi dhe u bë mish. Pra e vërteta, edhe jashtë kësaj të vërtete ka vetëm fallcitet. Ja pse Jezusi thotë që unë jam e vërteta. Ja pse Jezusi thotë qoftë hiqni dhe shtoni një presje, ju pret gjykimi. Pse kjo fjala erdhi u bë mish, pra e vërteta në thelb erdhi dhe u bë mish. Që jashtë kësaj ka vetëm shkatrim. Okej. Lexojmë pak në i vargje, para se mos flas do shumë. Shkojmë bashkë tani ke Osea. Osea, kapitulli 14, lexojmë 7 vargjet e para, nga 1 deri 7. Bibla thot: O Izrael, ktheu tek Zoti, Perëndia yt, sepse ke rënë poshtë për shkak të paullësisë sate. Dhe do të kemi kujdes se kur flasin librat e profetave, nuk është që po flasin vetëm për popullin e Izraelit. Madje shumë janë profetike, s'kanë bëjnë fare me popullin e Izraelit, po të tjerat kanë bëjnë dhe me popullin e Izraelit, po kanë bëjnë edhe me ne sot. Izraeli vërtet, Izraelitët e vërtet, i jemi ne frymorët. Nuk janë ato hudhën poshtë Zotit. Ata akoma sot se besojnë Zotin. Ato besojnë Perëndinë e Izraelit. Respektojnë me anë të Pentateukut, me anë Tura. Po kanë hudhur poshtë Zotin Jezus. Okej. Kështu që prandaj këtu shkrimi nuk po i flet Izraelit, po na flet neve sot. Dhe po na thot: O Izrael, ju populli i Zotit me fjalë, që e doni Zotin, po thot tani, mjaft të dush Zotin me fjalë, po me vepra jo. Ktheu tek Zoti, Perëndia yt, sepse ke rënë poshtë për shkak të paullësisë sate. Vargu 2. Merrni me vete disa fjalë dhe ktheuni tek Zoti. I thoni, largo çfarëdo paullësi dhe prano atë që është e mirë, dhe ne do të ofrojmë flijimet e buzëve tona. Asiria nuk do të na shpëtojë. Nuk do të hipim mbi kuaj dhe nuk do t'i themi më veprës së duarve tona, ti je Perëndia ynë, sepse pranë teje jetimi gjen dhe mshmëri. Vargu 4. Unë do të shëroj shturjen e tyre. Do t'i dua shumë, sepse zemrimi im u tërhoq prej tyre. Vargu 5. Do t'jem si vesa për Izraelin, dhe ai do të luzoj si zambaku dhe do t'i zgjat rrejët e tij në thellësi si kedrat e Libanit. Degët e tij do të zgjaten, bukuria e tij do të jetë si ajo e ullirit, aroma e tij do të jetë si ajo e Libanit. Ato që janë në hijen e tij do të kthehen dhe do të rigjallërohen si gruri, do të luluzojnë si hardhia dhe do të jenë të famshëm si vera e Libanit. Amen. Aleluja.
vargjet bukura. Jemi ke Oseja pra këtu 14, lexojmë to 7 vargjet e para. Këtu shikojmë që Perëndia, ç'po bën Perëndia këtu? Një ftesë. Madje po thret popullin e tij për ta ofruar më shumë nga vetja, më shumë afër. Dhe është kjo gjë e parë që duhet të ndodhi sot. Edhe pse sot po shikojmë që po ndodh në fakt, sepse shumë njerëz po konvertohen në Jezus. Ja pse Perëndia nuk manifestonte lavdin dhe fuqinë e tij më përpara, sepse bota ishte larguar nga Perëndia. Por sot fal edhe ne besimtarëve, pse jo? Ne, sot, unë, ti, gjithë ne që po dëgjojmë sot këtu, fal edhe nesh, gjithë kudo që t'jenë, ungjillorët në botë, lavdi Zotit, këto besimtarë krishterë, pra fal të besimtarëve të vetë Zotit, pra po manifestohet lavdia Perëndis. Dhe ja pse ne sot duhet të shkojmë në përbot që të tregojmë atë që Perëndia po bën në jetën tonë. Sepse siç e dim, dëshmia dhe fjala janë dy gjëra që ecin bashkë në jetën e një krishteri, nuk mund i ndash. Pra ke vargu parë, që lexojmë? Sepse ke rënë poshtë për shkak të pallësisë sate. Pra jemi larguar nga Zoti për shkak të mëkatit dhe kemi preferuar të dëgjojmë atë çfarë thonë njerëzit e jo atë çfarë thotë Perëndia. Rënje, apostazia. Njerëzit janë larguar nga fjala e Zotit. Edhe këtu Zoti thotë, ejeni, ke rënë poshtë. Ke vargu 2, që lexojmë? Merr me vete disa fjalë. Pra që do thotë të marrësh me vete disa fjalë? Ku mi marr këto fjalë? Nga Bibla. E pse? Që të rrëfejmë në radhë parë mëkatin ton Zotit Jezus, sepse aty ne lexojmë, aty ne kuptojmë se kush jemi ne e kush është Perëndia. Se çfarë don Perëndia e çfarë kemi bërë ne deri tani. Pra merr me vete disa fjalë. Pra të rrëfejmë mëkatin ton Zotit Jezus, duke u penduar në zemër, sepse fjalët e para që si të gjon pak zori dhe të Jezusi që lexojmë Bibël, fjala e parë që thon pendohuni, ose s'ka pendim. Po thjesht një konvertim pa pendim, është diçka tjetër. Ndryshon kur një konvertohet dhe pendohet vetë përpara, ndryshon kur një rrëfen Jezusin, por nuk është penduar fare. Ja pse duhet pendohesh për jetën tënde të vjetër, jetën tënde mëkatare, ta pranosh je një mëkatar dhe që Krishti erdhi dhe vdiq për ty. Pra merrni me vete disa fjalë, pra të rrëfejmë mëkatin ton Zotit Jezus duke u penduar në zemër. Ja pse duhet që të braktisim çdo zot tjetër illujtarie. Çdo adhurim illujsh. Edhe të kthehemi tek Zoti i vërtet, Jezu Krishti. Ai është Zoti. Fakt po shkoj ke vargu 5. Te vargu 5 lexojmë që Perëndia do të jetë për ne si vesa. Dhe kjo do të thotë që prania e Perëndis është gjithmonë me ne. Por kjo ndodh vetëm kur ne kthehemi te Perëndia. Dhe pastaj Perëndia kthehet me ne. Është i gatshëm. Dhe kështu vesa, kush është vesa? E shkrunite, fryma e shenjtë vjen mbi ne. Amen. Dhe kur ndodh kjo ves, kur ndodh ky fllati i freskët i frymës së shenjtë që vjen mbi ne, do të ketë një rritje, do të ketë një zhvillim, dhe do të ketë një maturi frymore, dhe kisha e Krishtit do të restaurohet. Erdhi ora. Mjaft me këto pallavra që po dëgjojmë. Se ky TikToku, këto rrjetet sociale, nga janë të mira, po nga ana tjetër, po bëjnë shkatrime. Çfarë thuhet? Njerëzit i dëgjojnë. Ata që s'kan dëgjuar ndonjëherë për Krishtin, i marrin përsipër ato fjalë.
Ja pse nga janë, edhe nuk është keq që edhe ne të ndërhyjmë, siç po ndërhyjmë këtu, ke faqja për lavdit Jezusit. Po ndërhyjmë. S'na intereson ne se çfarë thonë njerëzit, se çfarë kërcënohet ne. Kush ka frikë nga ato? Unë birës u futa, edhe unë i ditë TikToku, u futa pse ata ishin gjithë musliman. Po unë dam paqe. Lavdi Zotit, i fola siç ishte për të fol, thjesht sepse unë to grupet që flasin për Zotin aty, se unë vetëm aty i dëgjoj, du të di ku shkojnë. Ishte një krishter, po ishte më duket ortodoks, katolik, nuk e di, edhe sipas atij po shpjegonte, po i thonte muslimanëve që pagëzimi në ujë është për faljen e mëkateve. Sa mërziti mu kjo. Ato gjithë e kapën, i bën shamat aty. Pse? Pse Jezusi është pagëzuar në ujë? Shikon pra që e ka mëkatar, hik i thanë hik. Edhe mirë kishte ata musliman. Po pse? Sepse gaboi ai. U futa, nuk e di hera parë që u futa TikTok grup aty, thash, a mund ty, po më shtoni, thash. U futa, e ja shpjegova. E tak. Kupton se çfarë bën? Një fjalë bën hatan nga herë. Ama hyre ja shpjegova me Bibël në dorë, pam, që ajo që tha ai nuk është biblike, më keq, biblike është kjo. Kështu që Jezusi nuk ishte mëkatar, dhe nuk u pagëzuam për këtë, po thjesht sepse duhet përmbushë drejtësia e Perëndisë dhe i shpjegova atë esencën e vërtet pagëzimit për ne. Çfarë do thotë, si qysh tek. Edhe unë dam paqe, po të tham që me të vërtet dalin nga hana deri të shtunën kjo faqe. Është një rrjet social. E fillo Vali tonën, Pastor Eduardi, të martën, Flutra, Mërkurën, Tentën tani del motra tjetër që s'du të nxjerr emrin, Premtën Geri, të shtunën Artani, Lartan Pashe, dielën e Milon Pashim, unë që dal dyja, po e përdori të rrjetet sociale. Pse? Sepse është një mënyrë aty ku gënjeshtra le ty e të fuzin të vërtetën. Sepse njerëzit po mu fatën me lloj fjalësh. Po mu fatën dhe po i mashtrojnë. Ja pse nga janë nuk është e mirë të vish ta, po nga ana tjetër, nga herë, Zoti shty thot, jo, se për këtë kam përgatitur, thot, futu, sepse është ora. Në fakt, janë ca momente nga herë nuk mund t'i themi jo. Po argumenti që kisha e Krishtit të restaurohet, patën ne krishterët mos të mashtrohemi, të kemi kujdes. Amen. Ky vargu 6 thot, degët e ti do të zgjatën. Këtë thot që ne do të jemi për botën një shembull. Aleluja. Të zgjatën do thot që ne të manifestojmë atë që Krishti po bën për ne. Të jemi një shembull, një dëshmi e gjallë. Dhe bota do të shikojë lavdinë e Jezu Krishtit në ne. Pse? Sepse kjo vesa, kjo vajosja e frymës shenjtë do të rrjedhi nëpërmjet nesh, dhe këne nuk do shikojnë Marianin, po do shikojnë Krishtin. Dhe faktun kur ndavam paqe me ato muslimanët atje, ata u gëzuan, ja 2-3 njifshin, se si duket dro, nuk e di, dëgjojnë to faqen tonë. Njifshin ndam paqe, as ndodhe si jo. Pse? Sepse nuk isha unë që fola. Ishte fjala e Perëndisë. Ato do të kundërshtoshin fjalën e Perëndisë, jo mu. Kështu që prandaj pam diçka tjetër ke moton, krahasim me të tjerë. Ja sa rëndësishme është që ti përkasim Krishtit. Lutja të mbajmë te, po edhe fjala duhet, sepse do të dim se si të flasim me njerëzit. Sepse një fjalë nga herë i devijon edhe bën një dotrinë. Themelo një dotrinë. Nëse ke vargu 7 shikojmë që restaurimi, kur ndodh kjo, restaurimi është aq i madh sa që ne do të jetojmë si gruri. Aleluja. Ku njerëzit mund të shehen. Aleluja. Ku njerëzit mund të marrin bukë më hëngër nga ana frymore. Amen. Tu shikojmë një shëmbëtyr të grurit. Sepse ashtu si gruri në fush ishte tharë nga që uji ose vesa mungonte, por tani ringjallet nga freskimi i vesës së Zotit. Amen. Dhe si përfundim, përsosmëria e frymës shenjtë, e frymës Perëndisë do të jetë mbi ne, sepse vera simbolizon gjithmonë frymën. Kurse Libani
atë që është e shkëlqyeshme. Marrni mente. Libani, kur bëhet fjalë ke Libani, sa lexojmë Libanin në dhjetën e vjetër, i referohet diçka e bukur, diçka e shkëlqyeshme, diçka e këndshme. Kurse vera simbolizon gjithmonë frymën e shenjtë. Por të gjithë ata që do të kthehen me Perëndin janë ato që jetojnë në hijen e Perëndis. Pra ato që besojnë e që i kanë një zemër nga Perëndia, e jo tek fejat, e jo tek njerëzit, e jo tek illujtaria, por tek Perëndia, dhe janë këto që do të kthehen tek Perëndia dhe do të lulëzojnë si hardhia. Amen, sepse në fakt Jezus i tha që unë jam hardhia. Dhe ne jemi degët. Bota nuk mund të njohë Jezusin në qoftë se ne nuk jemi ne që e shpallim dhe të demonstrojmë që i përkasim Jezus, sepse ne jemi fruti. Ne japim frutin. Dega jep frutin. Dega demonstron sa e mirë është hardhia. Jemi mregull. Kemi kujdes, sepse ti mund të shash Jezusin. Ti mund të bësh vepra të këqija, të ofendosh Jezusin, kurse ti mund të japësh frutat mira. Ja pse pra Jezusi është ardhia. Jezusi nuk jep më frutin e dha, që për të thënë, na ka dhënë neve, na ka udhëzuar neve që të lulëzojmë ne, që ta demonstrojmë ne se i përkasim Jezusit. Ne jemi thirrë që ta japim frutin, edhe kush nuk jep frut, do pritet. Por ai që jep frut, do grasitet që t'japi akoma më shumë. Sepse është Jezusi që e bën. Amen, bota nuk mund të njohë pra Jezus në qoftë se nuk kemi ne që demonstrojmë, që e shpallim, që i përkasim pra Jezus. Të gjithë dim historinë e Eliseut, që i kërkoi Elias 2 fishin e vajosjes. Por sot Perëndia nuk don pipa ku se u bona për ujë prapë. Pa, sot Perëndia pra për përsëris dhe, o Zoti i Madh, e dim gjithë historinë e Eliseut, pra se si i kërkoi profetit Elia, i kërkoi një dopje vajose. Por sot Perëndia nuk don që ne t'i kërkojmë një dopje, pra të 2 fisht, o as të 3 fisht vajosje, por kërkon që ne t'i kërkojmë atij një vajose të pa kufizuar, të pa limituar, ashtu siç e kishte Jezusi. Dhe këta e konfirmon edhe apostulli Gjon, ke Ungjilli i Gjonit. Kështu që ne nuk duhet që të limitojmë Perëndin. Nuk mund t'i kërkojmë një got Perëndis kur nga ana tjetër i gjithë oqeani, thotë Zoti, është në dispozicionin e juaj. Pse më kërkoj got? Sepse Perëndia jon është një Perëndi i bollekut. Nuk ka limit ke Perëndia jon. Ai është bollekshëm, nuk mbaron kurrë atje. Aleluja. Pra Perëndia nuk limitohet. Po kur ne e limitojmë Perëndin, atëherë edhe bolleku, edhe të mirat, pra bekimet, limitohen. Sepse Perëndia, siç e dim, nuk ka as fillim, as mbarim. Prandaj vajosja mbi ne është e pa limituar. Sepse neve bit pra Perëndis na përket buka dhe jo thërrimet. Thërrimet janë për shërbëtorët. Thërrimet janë për ato që nuk i përkasin. Mëshira. Kur Zoti tregon një mëshirë, i jep thërrimet. Ne të ko buka është e jone, shërimi është e jone. Bekimet janë tonat. Kështu që thërrimet janë për ato të botës. Ku dhe marrin ndonjë favor nga Zoti, një mëshirë, ka mëshirë Zoti. Ja pse unë tham gjithmonë që Perëndia kur shëron një të botës që nuk beson ke Krishti, edhe fal lutjeve tona që nuk don të na poshtroj, të na ofendoj, na inkurajon në këtë rast, edhe pse nuk i përket, ai fal nesh, fal lutjeve tona e bën të favor. Edhe në këtë rast ai ka marrë mëshirë, këtë rast ai ka marrë një favor, ka marrë thërrimet. Bota e merr thërrimet. Ne bic marrim thërrimet. Ne jemi princa, buka është e jona. Thërrimet janë për botën. Okej? Pra i përket botës, ja pse janë ca gjona që do t'i dim, sepse ne gjithë dim që gruan e te Safer nga Serafonikja me Jezusin, ai ishte një pagane,
e shkoi ke Jezus i kërkon të shërim, edhe Jezus tha, i tha se buka është për fëmijët. Po, Zot, tha, di, tha. Po, edhe unë tha, edhe qenë, mi tha, buka është për fëmijët. Iki, tha, nuk është për qenë, sepse u konsideroshin të papastër. Po, Zot, tha, për edhe qenë, tha, hajnë thërrimet nga shërbëtorët e tyre. Mi fjalë që kupton që autoritetin nga ka dhënë ne Krishti, nga ka dhënë të bukën e gjallë. Pra thërrimet janë për ato të botës ku marrin në një favor nga Zoti, por ne bijtë e tij na përket buka ku çdo gjë është e jona. Çdo premtim është i joni. Ashtu si unë, kur isha i vogël për shembull i kërkosha babës tim, mu desh ç'a shumë lekësh. Mu desh shkosha ke babë im i thoshte gjë. Do blej tek fletore këto tjera, duhet kjo shumë lekësh, duhet gjithë shumë, mjaft. Dhe nuk i kërkosha kur më pak nga çudesht. Se dishte që ishte baba im edhe dishte që do mi plotësonte ato nevojat. Por gjithmonë shumë i kërkosha. Pra një gjë që e bëjnë të gjithë sot në fakt, okay, dhe ne duhet i kërkojmë atë tonë qellor. Gjithmonë më shumë nga ajo që kemi nevojë. E Zoti na jep gjithmonë dyfishin asaj që i kërkojmë, sepse aty on toksor kërkon gjithmonë të na japi më pak. Kujde që është e ti? Jare. Prindje, aty on toksor nuk i pëlqen shumë. Ne i kërkojmë shumë, ai kërkon gjithmonë të japi më pak. Por aty on qellor bën të kundërtën. Na jep gjithmonë më shumë nga që kërkojmë. Dhe ja pse nuk duhet që ne të limitojmë Perëndin. Amen. Kemikeja 4, vargu parë, lexoj vetëm vargun e parë. Por në kohët e fundit, do të ndodhë që mali i shtëpisë së Zotit do të vendosën në majën e maleve, mani mend të vargun. Dhe do të ngrihet për mbi kodrat, dhe aty do të vinë popujt. Që do bëjnë popujt? Bota, pra ku do vinë? Aty do vinë. Po lexoj edhe herë. Mikeja 4 vargu parë, mos harroni. Por në kohët e fundit, tani, njerëzit po vinë po na dal nga dal. Do të ndodhë, thotë, që mali i shtëpisë së Zotit, ne pra, do të vendoset në majtë e maleve dhe do ngrihet për mbi kodrat, dhe aty do të vinë popujt. Pra, kjo ditë që flitet këtu tashmë ka ardhur vëllezër motra, ne po e përjetojmë. Ka shumë e shumë, ka shumë e shumë po kthehen me Krishtin për të marrë përgjigje, sepse nuk po marrin përgjigje ke fejat. Nuk po marrin përgjigje ke kodrat. Okej? Nuk po marrin përgjigje ke malet. Po, pra erdhi kjo tani, erdhi ky moment, erdhi kjo ditë që këto po kthehen për të marrë një përgjigje. Ne nuk mund të japim atyre asnjë përgjigje pa pasur në radhë parë mbi ne një fuqi të mbi natyrshme të Perëndis. Ne jemi në gjendje, qofse kjo vaj, kjo vesa nuk është më përpara mbi ne. Atëherë ne dim të japim përgjigjen. Dhe pa pasur nuk mund të japim as përgjigje pa pasur një përjetim, një eksperimentim të kësaj të fuqie të Perëndis në jetën tonë, por edhe në zemrën tonë. Ku thamë për zemrën tonë, që du t'jetë Krishti. Kur themi për këtë fuqi në jetën tonë, vajosja. Kështu që prandaj nuk ka vajosje pa Krishtin në zemër. Prandaj du të kesh një fuqi në zemër që është Krishti, e du të kesh një fuqi mbi vete që është fryma e Krishtit, që është mbi ne. Okej, se këtu kur i referohet majë të malave, kemi të bëjmë me shtetet, me qeverit. Qeverit s'kan që i japin popullit. Qeveria jep atë që i takon si qeveri. Nga në frymore që t'i japin. Kur flasim për kodrat, po flasim për fejat. Nuk kanë që i japin popullit. Ja pse njerëzit tani do të shkojnë. Pra erdhi momenti që të na kapin vetë, do vi dita, por vjen. Ato që kanë zemër nga Zoti, do vinë t'ju kapin nga xhupi. Më foli çik për Zotin tënd. Sepse përgjigjen e shikon. Sepse ti e ke fuqinë e Krishtit, ti e ke Krishtin në zemër, dhe i donë përgjigje, vetëm me aty, nuk e gjen përgjigje ke kodrat, nuk e gjen pra ke fejat, nuk e gjen ke majet e male, nuk e gjen ke qeverit. Po ku e gjen? Ke shtëpia, ke mali shtëpisë Zotit. Dhe atë shtëpia Zotit e përfaqësojmë ne sot. Jemi ne kisha Krishtit. Amen. Ke kantiku i kantikëve, kapitulli 4, vargu 2 thot:
dhëmbët e tua janë si një kopet delësh të qethura, që kthehen nga vendi i larjes, të gjitha kanë binjakët e tyre dhe asnjë për tyre nuk është shterp. Haleluja! Asnjë për tyre nuk është shterp. Këtu Perëndia deklaron që asgjë nuk mund t'i mungoj kishës së Jezu Krishtit. Ky është premtimi që i ka bërë Perëndia i plot fuqishëm kishës vet. Dhe në fakt erdhi dita ku ne besimtarve nuk na mungon asgjë nga ana frymore. Do marrim çlirimin, do marrim shërime, do na mbushim me dhuntit, do mbushme me fuqinë e frymës shet. Asgjë s'mund ta ndoj nga ana frymore. Okej? Ktu është Jezusi që po i flet kishës tij, mos harrojmë. Pra po i kesh kur flasim që Jezusi po i flet kishës, do thotë që Jezusi po i flet nusës vet. Ne, besimtarët e Krishtit, jemi nusja e Krishtit. Dhe kur të vi Krishti që të po kthehet që është afër, nusën e vet do marri, nuk do marri fetarët, nuk do marri botën. Neve do na marri. Pra këtu Jezusi po i flet kishës vet, nusës vet. Dhe shikojmë mënyrën se si Perëndia e shikon kishën e vet. Kishën e tij, sepse shikojmë shumë simbole që Perëndia përdor për të përshkruar kishën e tij në forma të ndryshme. Dhe gjithmonë i referohet kishës vet. Pra, dhëmbët e tua janë si një kopet delësh të qethura. Këtu shikojmë shumimin e kishës dhe shumimin e bekimeve mbi ne. Kemi kisha, që është një, siç e dim, ne jemi edhe jo të shumim bekimesh mbi ne, por ne jemi edhe instrument bekimesh edhe për të tjerët. Halleluja. Të tjerë du t'i njohin Zotin. Të tjerë po kërkojnë një rrugë dalin, nuk po e dalin dot. Ka plot fetar që e duan Zotin, por nuk arrin dot të dalin nga ajo mizeria. Ku është ky Zoti? Sepse djalli është filtruar me doktrina, me lloj-lloj dogmash, okay? Edhe e ka manipuluar komplet. Edhe kisha e Zotit është larguar. E duan Zotin, por për mungesë të njohurie nuk po e gjejnë dot Zotin e nuk marrin përgjigje nga Zoti. Po erdhi ora që Zoti po e mbledh kishën e vet. Po afron. Dhe do demonstroj fuqinë dhe kjo fuqi do jetë një instrument bekimesh edhe për tjerët. Okej, shëroj mu, po, dëshmoj dhe tjetëri, sepse ka tjetëri nevojë. Më të çliroj mu, po, dëshmoj dhe tjetëri, u shpëtova unë, po, dëshmoj tjetëri që të shpëtohet. Sepse, pak të ull, pak të jetë, pak të vërtet që është Krishti vet, nuk ka asgjë. Ke psalmi, se nuk du dhe të zgjatëm se po lexoj edhe këtë me gjithë atë, ke psalmi 102, po lexoj ke psalmi 102, nga 13 deri 18. Dhe Bibla thot: Ti do të ngrihesh dhe do të vi keq për Sionin, sepse erdhi koha të tregosh dhëmshmërinë ndaj tij, dhe koha e caktuar erdhi, sepse shërbëtorët e tu i duan edhe gurët e tij dhe u vjen keq për plurin e tij. Po, kombet do të kenë frikë nga emri i Zotit dhe gjithë mbretërit e dheut nga lavdia jote. Kur Zoti të rindërtoj Sionin dhe do të duket në lavdinë e tij, ai do të dëgjoj lutjen e njerëzve të braktisur. Halleluja. Dhe nuk do të përbuz lutjet e tyre. Gjithë lutjet që ju keni bërë, edhe pse ndoshta nuk i jeni referu Zotit, jeni lutë në mënyra të ndryshme, por Zoti ka pas zemër dhe do të bëjë njeriu e duhur që ti të gjesh Zotin e duhur dhe ti kërkosh në lutje Zotit të duhur dhe të marrësh bekimet e duhur, ato që të përkasin ty. Ai do të dëgjoj lutjet e njerëzve të braktisur, sa janë të braktisur që po kërkojnë Zotin. Plot. Dhe nuk do t'i përbuz lutjet e tyre. Amen, amen. Kjo do të shkruhet për brezin e ardhshëm dhe populli që do të krijohet do të lëvdoj Zotin. Halleluja. Tu flitet për kohën që ne po jetojmë sot, një rizgjim që s'ka qenë kurrë më para. Pra për kohën e kujt? Për kohën e restaurimit.
për kohën ku Perëndia do të ngrihet, do të ndërtoj e do të forcoj mirë kishën e vet, që jemi ne. Sepse dikur ishim në shkretëtir, ishim në mizerje, ishim në zgjedhjen e djallit, në matë e poshtë. Sa janë godit sot nga lloj-lloj demonësh, depresion nga gjithë anët, smundje toka nga ana tjetër, godite nga stresi, sepse ashtu është puna dhe i shkojnë gjërat, nuk po marrin dot atë që po kërkojnë, sepse stresi do të dim që stresi nuk është një frym, nuk është një demone. Stresi godite nga stresi sepse nuk kanë atë besimin e vërtet. Ja pse njerëzit goditen nga stresi. Sepse thonë, po tani, si t'ja bëj? Se stresi është diçka që vjen nga jashtë. Me kuptimin që si bën njeriu stres? Bën njeriu stres për shembull kur i futet mendime, ku di gjej lekët për këtë? Ose mu prish makina. Edhe kalojmë stres. Mu prish lavatriçja. Kalojmë stres. Pra është diçka që të vjen nga jashtë, nuk është demon, nuk është diçka që e kemi si smundje brenda, diçka që goditim nga jashtë. Por edhe nga këtu do të kemi kujdes, sepse Zoti thotë që venin plan parë mbretërinë time, drejtsinë time, dhe çdo gjë do të shtohet. Unë i di para se të ndodhin gjërat. Nuk ke pse të shqetësohet. Leja Zotit. Amen. Ja pse ne duhet që të jemi komplet në Zotin. Por siç thash këtu kjo më pëlqen kjo që lexova Psalmi 102 nga 13 deri ke 18, se flitet tashmë për kohën tonë, pra për kohën e restaurimit, për kohën ku Perëndia do të ngrihet e do të ndërtoj e do ta forcoj mirë kishën e tij, sepse dikur, siç thash, ishim në shkretëtir, ishim në mizerje, por tani po futemi tek kopshti i lulëzuar. Ja pse ne duhet që të jemi komplet në Zot. Dhe fjala komplet nga hebrejishtja do të thotë edhe i ndershëm. Dhe të jesh i ndershëm do të thotë e para, të jesh i ndershëm me veten tënde. E dyta, të jesh i ndershëm me vllajën dhe me motrën. Dhe e treta, të jesh i ndershëm edhe me Perëndin. Por kur ti je i ndershëm me veten tënde, je i ndershëm edhe me vllajën dhe me motrën, ti je i ndershëm edhe me Perëndin. Perëndia nuk të lën. Pra do të jemi komplet në Zotin, sepse vetëm kështu mund të bëhemi një kanal bekimesh edhe për të tjerët. Amen. Po lexoj dhe i psalmajt. Psalmi 45, vargu 13. Tërë shkëlqim është brenda e bijambretit. Rrobat e saj janë të qëndisura me arë. Tu Perëndia referohet prap kishës së tij, që jemi ne, dhe po e dërgon në një pozicion lavdie. Amen. Amen. Atë, se i kam lënë të vargjet, besoj që nuk du, po jam i sigurt që rast tjetër do mbaroj, se nuk pëlqet tani ti bëj edhe të shkurtra shumë, edhe të gjata shumë. Besoj që jemi në rregull deri këtu. Edhe rast tjetër ta përfundojmë të mesazhin për sa i përket kësaj teme. Është një temë që besoj duhet të tingëllojnë mirë këto vargje që lexojmë, se po flasim për restaurimin e kishës. Edhe do dim kush është kisha, sepse ne jemi ne kemi vënë fokusin ke lokali. Kisha, mendojmë që sa kisha bukur, i referohemi mureve, nuk është kisha ajo. Kisha mund ta bësh dhe jashtë. Kisha mund ta bësh edhe me ne ku ta diu, me çdo lloj salle. Nuk është ajo lokali. Kisha është jemi ne. Jemi ne, që jemi fut nga jashtë. Kjo do thot kisha. Kisha do thot i ardhur nga jashtë. Ishim në botë, tani erdhëm nga jashtë, u futëm brenda. Dhe nuk jetojmë më në botë, por jetojmë në praninë e Zotit. Por duhet, duke qenë që djalli është shumë dinak, është filtruar me lloj-lloj doktrinash, është filtruar me lloj-lloj dogmash. E kanë nxjerrë jashtë binareve kishën e Zotit. E duan Zotin me gjithë zemër, por nga ana tjetër nuk dinë se çfarë bëjnë, nuk dinë se si ta ndjekin. Ja pse ky Bibël, ky libër i çmuar, na mëson se si ne të restaurohemi si kishë. Që kur vi Jezusi na jetë gatshëm. Ai e bëri, ai e kompletoi gjithçka ke kryqi. E la fjalën.
I mori dhe dishepujt, I thirri, I vajosi, kështu që ai ka pru gjithçka. Kemi fjalën, kemi frymën e Shenjtë që na zbulon fjalën, kemi frymën e Shenjtë që na jep fuqi ta vëmë praktik fjalën, kemi në frymën e Shenjtë që na ndihmon në gjithçka që jetojmë për Jezusin. Por nuk kemi as vetëm sepse kemi edhe angjëjt e qiellit që na rrethojnë. Kështu që Perëndia është me ne. Pa I donë që ne të kthehemi ke ai tani. Mos jemi larguar nga ai, kemi dalë jashtë shinave. Po heqim në drejtime të ndryshme, duke respektuar Zotin, duke dashur Zotin, por duke respektuar me një dogmë, me një dotrinë, me një fjalë që s'ka të bëjë fare me ato që thot Bibla. Dhe nëse ne nuk I bindemi Biblës, ne po injorojmë Zotin. Ne po e mohojmë fare autoritetin, fuqinë e Zotit. Ne po I themi Zotit që unë jam më I mirë se ty, unë di më shumë, kështu që s'kam nevojë për fjalën tënde. Gjithë ato që nuk I bindin fjalës së Zotit, hecim me këtë. Ne nuk jemi thirrë, ne do të jemi të përulur dhe të bindemi si një fëmijë I vogël fjalës së Zotit. Çdo fjalë që e thot ta marrim, sepse është fjala e Perëndisë. Dhe është fjala e Zotit ajo që na çliron. Është fjala e Perëndinës është ajo që na shëron. Se kjo fjalë ka fuqi çlirimi, ka fuqi shërimi, ka fuqi shpëtimi, sepse vetë besimi vjen nga dëgjimi I fjalës së Zotit. Kështu që edhe njerëzit ku shpëtohen sepse marrin të vërtetën e fjalës. Jo pse I binda unë, po I bind fjala, I bind e vërteta, I bind fryma e shenjtë kur ti lëviz me anë fjalës. Sepse fryma e shenjtë lëviz vetëm kur ti bindesh fjalës së Zotit. Kur ti nuk I bindesh fjalës së Zotit, harroje, fryma e shenjtë nuk është, aty është djalli. Por kur ti bindesh fjalës së Zotit, ty lëviz fryma e shenjtë dhe e bind tjetrin. E bind personin që ti flet dhe I kthehet me Krishtin. Ja pse po bëhet çik kasaphan, si mund të themi, por nejse, hajde. Flasim rast tjetër, ju falenderoj si gjithmonë. Zoti t'ju bekoj për çdo mbështetje, lutje, mesazhe, edhe dëgjomi, shikomi pra ditën e jetës ta përfundojmë të mesazhin. Miru pafshim, bekimet gjithë.